Lëvizja bashkë zhvilloi takimin e radhës në Shkodër në një atmosferë të ngrohtë dhe plot energji, ashtu siç dinë të kryejnë shkodranët, u diskutua për nevojën e thellë të ndryshimeve shoqërore, politike dhe ekonomike në Shqipëri. Unë kam besim se në Shkodër do dalim shumë mirë, kandidatët tanë do marrim shumë vota, do luftojmë që të zgjedhim deputet në qarkun e Shkodrës, por edhe sikur ndodh ajo që s'ka për të ndodhur. Edhe sikur lëvizja bashkë mos marr asnjë votë, por pas një votë në Shkodër, unë prapë do ju jem mirënjohës ju, do ju jem mirënjohës për impaktin e kulturës të vendit tuaj, të vendit ton, në jetën time, në jetën e çdo njeriu që do të dijen kulturën, arsimin në Shqipëri. Kandidatët e qarkut prezantuan pikat kryesore të programit të lëvizjes bashkë dhe theksuan praktikën që Shkodra ka përjetuar nga pushtetet e 35 viteve. Në fakt, diçka e bën të jashtëzakonshme lëvizjen bashkë, që është kjo vazhdimësi e organizatës politike, është se anëtarët kanë 3 karakteristika të përbashkëta që nuk i gjen shumë shpesh në partit tjera politike. Një është guximi. Kanë guxim me i thonë hapun, problemet, edhe prej ku na vijnë këta probleme. Edhe me vut mirën publike, me interesin privat. E dyta që unë e shef përbashkët në të gjithë anëtarët e organizatës është besimi. Besimi që tonë bashkë, tonë njerëz si ne, munden me e bë këtë vend. Edhe munden me në rrugë të institucione që tonë i dina janë korruptume, nepotike, me vlerësu meritokracinë. Edhe treta, edhe ma rrallë mu gjetë në arenën publike, është këngulja, që dhe më thanë, nuk hekun dorë. Një round elektoral mund sjallin rezultatet mira ose jarë sa do na ne, por na kena me kenë këtu, që tonë bashkë, edhe herën tjetër, do të tentojmë, edhe do të realizojmë sa më parë, një shtet social, një shtet prodhues, edhe një shtet drejtë. Situata në vendin tonë, shoqërinë tonë sigurisht është e mjerueshme të thosha, oligarkia nga një anë që ka kap ekonominë, nëpërmjet ekonomisë ka kap edhe politikën, politika është thellësisht e korruptuar, çdo sferë e jetës tonë lëngon, por nga ana tjetër kuptova me kalimin e kohës se kjo gjendje nuk është e pakthyeshme, nuk është e përfundimtare, se ka shpresë, dhe shpresa jena vetë na faktikisht. Sipas kandidatëve, Shkodra ka potencialin dhe vullnetin për të qenë udhëheqëse ndryshimit të mëdha që i duhen Shqipërisë.